Gjinafi është shqisoj si për të riun, si për moshën e mesme, si për moshën e thyer. Po çka ka i gjë? Ai mëkat është, po ke i riu është i natyrshëm dhe ke mosha që e ka kalu moshën e adoleshencës së trinisë është gjë shumë e shumtuar. S'po flas më për gjinafin, po flas në pamje. Tash më kam fillu thinjat, tash më je bo prind, a Zot na fal je bo ndoshta gjysh, edhe bën gabime si me qenë adoleshent. Mund të pendojmë në çdo moshë, po është i moshë tani që duhet me pas kujdes. Jo me menuj që asë do vdes, e të bëj, se kam dhe i qik fuqi të bëj diçka, nuk shkon më, po kur jenë atë moshë duhet me menduj që prindrit duan që ti të punosh që ti mbash, fëmijët duan që ti të punosh që ti shkollosh që ti mbash, edhe bashortja pret riskun që po çotin në shtëpi. Nuk shkon më.